Rritja e pagave të gjyqtarëve sipas kryeministrit Edi Rama do të rëndonte në xhepat e qytetarëve. Me anë të një video mesazhi në Facebook, kreu i qeverisë cilësoi absurd kërkesën e tokave të zeza, duke u shprehur se ata nuk mund të imponohen qeverisë nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Do me thënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Sipas Ramës, pagat e gjyqtarëve në Shqipëri janë më të larta krahasuar me vende të tjera të rajonit. Dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot siç janë të njëjta me pagat e gjykatëve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatëve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Kreu i qeverisë bëri një apel ndaj kushtetueses, që të mos bëhet palë me këto kërkesa, që sipas tij janë pa sens. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lërë këtë njollë të madhe turp të Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Rama u shpreh se seanca në gjykatën kushtetuese tregoi logjikën e gjyqtarëve që sipas tij la për të dëshiruar.